ju keni marrë pjesë edhe në trajnimin që është bërë edhe servitin që është bërë forcave të UÇK-s në 1999, po flitet shumë për betejën e Koshares, atë të 10 qershorit, siç njihet ndryshe dhe si operacioni Shigjeta. Ju keni informacione më të detajishme lidhur me këtë betejë, do na thoni diçka më tepër? Realisht nuk është stërvitja e 99-s, është e 91-shit. Përgatitja e grupeve të para të ata në para rendësit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe për faktin që në përbërje të saj ishin personalitete të drejtimit të trupave të ushtrisë shërimtare të Kosovës, apo dhe heronjt duke filluar nga Adem Jashari, Sali Çekaj, Ahmet Hoxha, Zahir Pajaziti, Adil Ilyas Kodra dhe shumë të tjerë, po them që në stërvitjet e tetor-nëndorit të 91, në Shqipëri kanë ardhur 2 grupe, respektivisht 52, grupi i parë i tetorit i ndarë në 2 grupe stërvitjeje dhe grupi i dytë i nëndorit me 54 persona. Ata e vinin nga diaspora, një pjesë, dhe nga të gjitha trevat e shqiptarëve kudo ku ata jetojnë. Nga Mitrovica, nga Lugina e Preshevës, nga Maqedonia e Veriut sot, nga të gjitha qytetet dhe kryesisht edhe nga Kosova. Një pjesë e mirë thash vini nga diaspora, nga Gjermania, nga Zvicra, nga Austria, nga vendet aty ku ato kishin krijuar familjet e tyre pas represionit serb. Natyrisht ishte një periudhë e shkurtër dhe kjo u mundsua fal një komunikimi të shumë konfidencial midis presidentit të kohës Ramiz Alis dhe Ibrahim Rugovës, të cilët përmes një marrëveshje arritën që të binin dakord që duhet të vinin, sepse duhet të kthehemi në kontekstin e kohës, bëhet fjalë për vitin 91. Atëherë ende ishte Jugoslavia, Federata Jugoslave, ishte ende Bashkimi Sovjetik, dhe që të dy ato kishin përfaqësuesit e tyre si kishin ambasadat. Në kohën që ata kishin indicie se po përgatiteshin diku dhe bënin protesta në OKB dhe në organizata të ndryshme, duke thënë që në Shqipëri po përgatiten grupe terroriste për të destabilizuar Jugosllavinë. Ndaj thash ishte tepër sekret dhe ne jemi vënë në lëvizje përmes një urdhri të ministrit të mbrojtjes Perikli Teta, i cili ka 2 paragrafe vetëm, nuk ka as datë as numër protokolli, ka firmë dhe vulën e ministrit, dhe jep detaje se ku duhet të zhvillohet stërvitja, data kur fillon dhe kur mbaron, dhe kush do të organizoj, përgatis dhe organizoj stërvitjen e këtyre grupeve. Realisht, e themi kemi qenë me fat që kemi takuar ata njerëz të cilët kishin një dëshirë atetare shumë të zjarrt. Ishin ata njerëz që nga familjet që ishin larguar nuk u kishin thënë se po vinin në Shqipëri për këtë punë. Por i thoshin që po ikim në emigracion për punë. Dhe ata kishin ardhur, ata nga Kosovës, ata të tjerët që ishin në emigracion thoshin do shkojmë në Kosovë dhe erdhën për të stërvitur në Shqipëri. Natyrisht grupi i parë në drejtimin e të Sali Çekës, Zahir Pajazitit, Ahmet Hoxhës, mbaruan dhe u rikthyen përsëri ku ishin nga destinacionet që vinin. Na vinin informacionet që UDB-ja kishte bërë disa zbulime për disa nga personat të cilët ishin trajnuar në Shqipëri. Grupi i dytë, që filloi në një nëndor që mbaroi deri në 30 nëndor, në përbërje të tij kishte edhe Adem Jasharin dhe shumë çuna të rinj që ishin 18-19 vjeç. Madje Murat Jashari ka qenë pa mbushur 18 vjeç dhe është bërë pjesë e kësaj stërvitje, nipi Adem Jasharit. Si i biri është Lulzim Jashari. Dhe gjë e veçantë e asaj që u bë atëherë është se pasi përjetuan festat e 28-29 nëndorit në Shqipëri, në 30 nëndor u bën gati të armatosur, pra përmes bisedimeve që u bën me palën tonë, janë pajisur me armatim, me municione, deri mitroloza natyrisht edhe granat hedhëse. Për të kaluar kufirin shqiptar-shqiptarase shqiptar me Republikën Federale të Jugosllavisë në datën 1 dhjetor të vitit 1991.
I sugjeroj një nga kolegët tanë, natyrisht është tashmë Indier Kastriot Hoxha, që vajtën deri në afër kufirit, pastaj afty në drejtimin të Salit Çekajt dhe Adem Jasharit, 33 persona. Nga 54 që ishte grupi, 33 u përzgjodhën të hynin me armatim dhe të thynin kufirin Shqipëri, Jugosllavi. U nisën më datën 1, për shkak të informacionit që morën se ishin zbuluar shtigjet, kanë ndetur gjithë natën deri në pritje të datës 1 mbasdite, dhe në të gdhirë të datës 2 kanë kaluar në Voksh, kufirin tonë në Voksh në Kosovë. Aty janë strehuar rreth orëve të para të mëngjesit. Kanë shpërndarë natyrisht edhe armatimet që kishin e vete. Dhe aty morën spuntët edhe lëvizjet e para të grupeve që quajtën goditse të ushtrisë ose ushtarëve të parë të UÇK-s që thonë. Ndërta ishin natyrisht edhe Adem Jashari. Madje edhe aksionet e para që u ndërmorën në vitin 92 dhe 93, ata aguzohen dhe të thoshin që po, ato veprime po i bën ushtria e Kosovës dhe më vonë pastaj do të bëjë ushtria shqiptare e Kosovës. Ne i kujtojmë me shumë emocion, sepse ka ndodhur nga ata që ishin pjesë e këtyre grupeve që u stërvitën këtu, u kapën nga forcat sërbe të Jugosllavisë, u burgosën, u hetuan dhe u dënuan me 5, 6, 7 dhe 8 vjet. Ka patur edhe nga ata në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Shkup, shqiptarët, që për shkak të informacionit që kishin kaq të sakta, nuk e dim se si, që thoshin që filan fisteku ke këta armë, ke kaq municione, ke kaq fishek, kaq granata, kaq të gjitha gjërat që kishin marrë me vete. Dhe për shkak të konspiracionit që vendoheshin, kishin mes njëri tjetrit, detyroheshin që t'i nxirrin kudo që i kishin të fshehura. Pra, represioni i asaj kohe të Federatës Jugoslave, të serbëve, ndaj shqiptarëve të cilët guxuan të bënin atë veprim, kanë qenë të çuditshme. I kanë përdorur të gjitha llojet e torturave dhe manovrat të tjera për të zbuluar të gjithë aktivitetin që ata bën. Një pjesë e këtyre natyrisht u kthyen në diaspora aty ku ishin dhe mbanin kontakte me forcat që ishin në lëvizje në Kosovë. Në momentet e para që ata, sepse disa prej tyre që ishin këtu në stërvitje ishin me arsim të lartë. Disa prej tyre ishin edhe deputet. Disa ishin inxhiniera. Pra, një formim e kishin ata, por u duhej që të mësonin së paku, të dilte edhe frika nga përdorimi i armëve, i municioneve. Natyrisht, ata personalisht më pyesnin si mund të bëjmë një molotov për të goditur një karakoll ose një post policie, se ashtu i thoshin ata. Si mund të përgatisim këto, si mund të shmangemi nga fushat e minuara, si mund të përdorim minimet surprizë ose befasuse, të gjithë tjerat e tjera. Pra, sepse donin të merrin një informacion që mos ndodheshin të paprigatitur, duke ditur, pas atyre lëvizjeve, që i gjithë kufiri i Shqipërisë me Jugoslavinë u bën me disa breza të minuar. Ku ka ndodhur edhe plot vrasje nga pakujdesia, sepse ishin të padokumentuara, se nuk i dini se ku ishin. Dhe një pjesë e këtyre e mirë e këtyre janë nga ata që kanë lënë gjurmë për shërimin e Kosovës. Ne bëjmë kontakt të vazhdueshëm me ata, jo vetëm me familjet e dëshmorëve dhe kontributorët e tjerë, por edhe me ata që ishin pjesë e drejtimeve të operacioneve të ndryshme. Dhe një nga betejat që ka lënë shumë gjurmë, që ka ndryshuar edhe imazhin e gjithë ndërkombëtarëve dhe opinionin për atë që po ndodhte në Kosovë, është beteja e Koshares. Madje kam qenë pjesë në një event që u organizua dhe deklaratat e deleguardit që thot drejt për drejt. Ne aty mësuam që juve ishit realisht të organizuar dhe po bënin një front. Sepse nuk vlerësoi që në Kosovë bëhe luftë frontale, për shkak të rrethanave, për shkak të raportit të forcave, e shumë arsye të tjera. Dhe beteja e Koshares, natyrisht, ka shumë viktima, rreth 120 disa viktima për te rreth 180 të plagosur, mes të tjerëve dhe komandanti i brigadës 138 të Koshares, ishte Agim Ramadani,
madje edhe truri i gjitha lëvizjeve që thash që nga 91-shi, që ishte Sali Çekaj, i cili ishte në formim një jurist dhe kishte qenë në komunën e Pejës për shkak të miratimit dhe implementimit që donin me çdo kusht të kushtetutës së 74-s që ja hoqin edhe ato drejtat që i kishte, dha dorëheqje ai nga komuna dhe u përkushtua çështjes për organizimin e shqiptarëve. Edhe ai ka rënë në atë betejë të Koshares. Dhe betejë e Koshares, edhe përmes jo vetëm rrëfimeve të komandantit të brigadës që është Rusem Berisha, që është gjallë, të komandantëve të tjerë të njësive të ndryshme nga Isen Berisha e të tjerë, nga generalet e atyre kohëve të cilët që kishin mbaruar arsimimin në Beograd, dikush në Zagreb, dikush në Sloveni, për të qenë pjesë në ato kohë që ishin pjesë e ushtrisë jugoslave, me të filluar lufta në Kosovë, ata u bën drejtues të formacioneve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë kam kërkuar me shumë miqësi prej tyre, fakti që u bë një betejë që ka mbetur në histori, të bëhet një metodik, jo vetëm për të mësuar kosovarët se çfarë ndodhi, por edhe në Shqipëri, sepse në Shqipëri mirë që nuk ka ndodhur lufta, sepse gjykohej gjithmonë që përse i duhej ushtria që kur nuk ka bërë luftë. Gjatë kohës që ishim të qetë, natyrisht, po ja që u desh një moment që do bëhej një luftë atje, ku edhe një pjesë e drejtuesve të jo të nivelit të lartë të UÇK-s kanë qenë edhe nga forcat shqiptare. Domethënë aty ku kishte nevojë, duke filluar nga Xhenjoa, nga artilleria, që goxha prej tyre që kanë qenë pjesë e formacioneve edhe në Koshare, jo vetëm të zonës së Veriut që ishin të Kukësit dhe të Tropojës, por edhe nga Tirana kanë vajtur atje për të bërë pjesë, për të ndihmuar luftën në shlirimin e Kosovës. Qartë. General, dhe një pyetje të fundit që lidhet me një konflikt, siç është ai shëbaz me Iranin, mes tyre dhe Izraeli që është përfshirë në krahun e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por a rrezikon Shqipëria nga ky konflikt edhe pse jemi kilometra larg në vija rore? Paqja globale është një term i gjerë dhe duhet kuptuar realisht. Pra, pas çdo tronditje që ndodh, sidomos të forcave të tilla kur bëhet mes Amerikës dhe Iranit apo dhe faktorëve të tjerë atje, ndikon. Dhe ndikimi është në njërin anë thuhet që kërcënohet Shqipëria her pas here, edhe për shkak të pjesëtarëve të opozitës që kishte të Iranit, që do të thotë që janë një minorancë e vogël në raport me problemet që kanë ata, por ndikimi në fund të fundit për të stabilizuar duhet të tronditen disa gjëra për të realizuar atë që është më e madhja, pra paqja ose siguria e paqes në botë. Iniciativat natyrisht të presidentit amerikan, i cili ka të gjithë informacionin e mundshëm se si mund të realizojë ato nisma që kanë ndërmarrë, ndikimet janë kryesisht në faktorin ekonomik në vende të tjera, por edhe në sigurinë. Pra të gjitha vendet në fund të fundit do ta kthejnë vëmendjen nga siguria. Kur themi nga siguria, që së paku në momentet e para të përplasjeve të çdo agresioni të mundshëm, duhet të jemi të përgatitur për të bërë ballë. Në qoftë se do të themi që çfarë i duhet Shqipërisë në një moment të një kërcënimi eventual, unë do të thosha me shumë sinqeritet ne jemi të zbuluar për momentin, duke menduar që siguria është e realizuar nga NATO-a, e garantuar nga NATO-a, por nëse do të ndodhte një konflikt, jo vetëm në një vend, kur themi do aktivizohet në NI5 i NATO-s e tjerë, por mund të ndodhte në disa vende, kuptohet që vështirësitë ishin më të mëdha. Ndaj secili nga vendet, përtej masave që duhet marrë që të rrisë buxhetin, përmes buxhetit edhe forcimin e sigurisë, rritjen e sigurisë të vendit, do të tund besoj që edhe Europën që të bëjë diçka më shumë, që të sigurojë edhe një mbrojtje jo vetëm të atyre që kanë mundësi dhe fuqi, por edhe të faktorëve të tjerë që e rrethojnë gjithë Evropën, me shpresë që duke i dhënë një zgjidhje që në fund të fundit edhe në këtë shekull që jemi tashmë, pasi kemi parë shumë eksperjenca të luftrave, se luftrat jo vetëm kanë kosto të jetëve njerëzore që nuk duhet të ndodh, por edhe kanë kosto të tjera ekonomike të vështirësisë të jetës së qytetarëve, kudo qofshin ata. Me shpresë themi që të arrihet një paqe dhe paqja ose ekuilibri vendoset kryesisht mes të mëdhenjve
të tjerët thjesht plotësojnë kolorin se çfarë mund të bëhet. Nuk bëhet fjalë për të kundërshtuar, por për të bërë faktor ndihmues qoftë edhe frymëzues për të realizuar ato gjëra në interes tash edhe një herë të paqes globale. Qartë. Avokat, ndjes general, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë bisedë dhe faleminderit shumë për gjithë analizën tuaj. Unë ju falenderoj juve për te elozheve të njëri tjetrit. Unë jam tashmë në pension, jam pjesë e politikës natyrisht që për te gjërave që kemi mundësi të bëjmë në shoqëri. Mbetem duke u vlerësuar dhe me konsideratat më të larta. Në fund të fundit, të lëmë diçka për brezat që vinë nga pas, një eksperiencë që kemi fituar gjatë jetës. Faleminderit general. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.